deklarata e kryeministrit britanik është një deklaratë e cila prek narkoshtetin shqiptar direkt. Sepse u pa qartë që duke thënë edhe Mali Zi që neve nuk kemi koridori nga kalojnë e emigrantët për të populluar Europën në mënyrë të palishme duke shkelur ligjet e vendeve europiane, por dihen që vendet tilla autokrate si Shqipëria, Serbia, duke futur pasaj në teritorin europian, kanë marrëdhëniet e politikës janë të lidhur me krimin e organizuar. Po, është politika dhe krimi. Them vetëm një fakt, Armela, kur erdhi kryeministri britanik në Shqipëri, vizitën e parë pa takuar njeri vajti në portin e Durrësit, pse e bëri këtë. Ne kemi thënë edhe televizioni juaj i nderuar, emisionet tuaja disa herë, ka 2 vjet që në portin e Durrësit nuk zihet asnjë kilogram kokainë. Pse? Sepse është shteti bashkëpunëtor me krimin e organizuar